Shkodra është një nga destinacionet më të kërkuara turistike në veri të vendit, fal pasurive të saj natyrore, historisë së pasur dhe trashëgimisë kulturore që e karakterizon. Një ndër pikat më të vizituara, veçanërisht nga të huajt, mbetet Muzeu Historik i qytetit. Turistët e cilësojnë këtë muze si një dëshmi të gjallë të historisë dhe kulturës së pasur të kësaj zone. Holland, Netherlands. Vim nga Hollanda, hera parë që jemi në Shqipëri. Ky është një muze shumë i bukur. Më pëlqen në veçanti seksioni arkeologjik. Është ndërtuar bukur si rrjedh. Edhe dhomat sipër janë mbërstëndse. Mënyra se si kanë jetuar njerëzit këtu më parë. Gratë ishin të ndara nga burrat për shembull, gjëra interesante. Edhe ndërtesa vetë është shumë e bukur. Përgjegjësja e Muzeut Historik të Shkodrës, Majlinda Laçej, thotë se interesi më i madh vjen nga studiues, etnografë dhe historian të huaj, të cilët duan të njohin më në thellësi historinë e traditat vendase. Sezoni turistik duket se ka filluar i mbar faktikisht në Muzeun Historik të qytetit të Shkodrës dhe mund të them që kemi turistë cilësor sepse nga pyetjet e tyre, nga kërkesat për të vizituar departamente të ndryshme të muzeut, kërkojnë specifikisht edhe për vjetërsinë e objekteve, për origjinën dhe kërkojnë diçka sqarim pak më tepër. Kemi pasur arkeolog, kemi pasur studiues profesionistë historian, kështu që mund të themi me plot gojën që Muzeun Historik të qytetit të Shkodrës dhe vizitojnë një ansambël turistash shumë cilësor. Për këtë sezon veror, Muzeu Historik i Shkodrës pritet të jetë qendër e disa aktiviteteve promovuese. Përveç programeve të edukimit, do kemi të bëjmë me pasurimin e fondit muzeor, do kemi edhe aktivitete promovuese me organizata të ndryshme. Vetëm në 5 muajt e parë të vitit, para nisjes zyrtare të sezonit turistik, muzeu është vizituar nga mbi 1300 turistë, shumica prej të cilëve shtetas të huaj.